Të nderuar bashkëkombëtarit e mi, të nderuar dhe të dashur qytetarë të Loginës së Preshevës, kjo festë 28 nëntori, neve si shqiptar në trojet tona këtu në Preshevë, por na gjen në një stad shumë të diskriminuar dhe jo të lakmueshme. Ne preshevart dhe qytetarët e Loginës së Preshevës meritojmë të përjetojmë një festë më të ndenshëm dhe më kvalitative se sa jena duke përjetuar. Prap se prap, edhe nga ky moment, edhe nga ky vend, edhe nga ky stad të cilën jena duke përjetuar, i urojmë të gjithë shqiptarët kudo që gjenden 28 nëntori, i urojmë që 28 nëntori të jetë dita e parë e fillimit të ndryshimit të jetesës sonë në të ardhmen. I urojmë gjithë shqiptarët që të shkojmë më të bashkuar dhe më të koordinuar dhe më të sinkronizuar me njëri tjetrin në të ardhmen tonë të përbashkët. Dhe urojmë që të sensibilizohen gjithë shqiptarët edhe më shumë për gjendjen tonë këtu në Loginë të Preshevës. 365 ditë i ka viti dhe 365 ditë ne do të jemi shqiptarë. Jo vetëm një ditë, i cili është 28 nëntori. 28 nëntori është një ditë për neve me mesazh dhe me simbolik të veçantë, por për ndryshim pozitiv dhe për një bashkëpunim më thellë me njëri tjetrin, edhe një dashuri më të thellë me njëri tjetrin. Kështu që edhe një herët, ju dëshiroj një festë në rrethin e familjarëve të juaj, me dinjitet dhe me mirësi dhe me dashuri për njëri tjetrin. Gjithat të mirë.